Partia Demokratike ka mbrojtur mandatin e 4 në qarkun e Lezhës përkundrejt votave të manipuluara nga Greqia. Mandati ruajt dhe pse në kutitë e votave të Greqisë për qarkun e Lezhës rezultoi se ishin 10 fletë votimi, më shumë se sa numri zyrtar i fletëve të votimit të raportuara nga KQZ, se ishin dërguar që të votonin emigrantët shqiptar në shtetin fqinj. Pas këtyre momenteve të fesës, Kastriot Piroli, kandidati i Partisë Demokratike në Lezhë, që fitoi mandatin e 4 në listën e hapur, u shpreh se vetëm për qarkun e Lezhës u shtuan më shumë se 300 vota të pa deklaruara më parë nga KQZ, duke ngritur hije të forta dyshimi për manipulimin e votës së diasporës. Që dje, pyetëm sa vota do numërohen nga diaspora nga shteti helen. Dhe na thanë që do numërohen 1900 vota. Ndërsa sot dolën afro 2200. Pra u shtuan edhe mbi 300 vota të tjera tepër, se nga vinin. Njerë thonin vinë nga një kutie Lezhës, nga e Durrësit, nga e Vlorës, pra çdo minutë këtu shtoshin vota, vot pas vote. Pra arriti që nga 1900 që na dhanë zyrtare, arriti deri në 2200 vota që kishin të ardhura nga diaspora, sipas KQZ-s këtu. Në votimi brenda vendit, Partia Demokratike fitoi në qarkun e Lezhës 4 mandate kundrejt 3 të socialistëve. Koalicioni opozitar mori 29483 vota kundrejt 27855 të socialistëve. Partia Demokratike arriti që të ruaj kryesimin me mbi 800 vota dhe pas numërimit të votave të diasporës në vendet e tjera, por gjithçka ndryshoi kur hyneloi votat e manipuluara të Greqisë. Rezultatet e prodhuara nga këto kuti nuk kishin asnjë lidhje me votimin në këtë qark. Në 4 kutitë e para të numëruara, diferenca e votave në favor të socialistëve ishte totalisht e zhbalancuar, siç ishte rasti kutisë numër 47, ku Partia Demokratike rezultonte me vetëm 28 vota, kurse Partia Socialiste me 176 vota, apo në kutinë numër 49, ku demokratët kishin vetëm 47 vota kundrejt 146 të socialistëve. Në një intervistë për Syri Televizion, Berin Kolliçi zbuloi edhe një skandal tjetër. Ai tha se në Lezhë janë shtuar dhe 400 vota nga qarqe të tjera në mënyrë që të garantoj grabitja e mandatit të kandidatit demokrat Kastriot Pirolit. Çmenduria ka ndodhur edhe në Lezhë, që ta dini, në bazë të dënave sistemi që kishte vetë KQZ-ja, në Lezhë priteshin numëroheshin rreth 1760 vota në total nga votat e ardhura nga Greqia, pra nga diaspora për këtë qark. Befas pak orë më parë jemi njoftuar se ishin 2100 vota, pra u shtuan edhe 400 vota të tjera, dhe habia ka ndodhur vetëm në qarkun Lezhë, ta kuptojnë shikuesit. Në qarkun Lezhë na vinin, gjatë kohës që ne kemi qëndruar këtu, vinin vota dhe fletë që gjendeshin në gjithë qarqet e tjera, por vetëm në Lezhë nuk gjendeshin vota që janë të qarqeve tjera. Çfarë do të thotë? Kjo 400 që është shtuar, po, artificiale, rreth 400 vota, që pretendohet nga KQZ-ja këtu dhe nga inspektorët këtu, pretendohet që janë votat hedhura gabim në kuti tjera, po nëse ky është një fenomen i shpërndarë në të 11 qarqet e tjera, si ka mundësi që në qarkun Lezhë nuk gjendet as edhe një vot që shkon në qarqet e tjera. Pra i gjithë ky qarkullim artificial bëhet për të manipuluar dhe për të vjedhur mandatin e Lezhës për të kaluar në avantazh Partia Socialiste. Por e rëndësishme është të mos humbasim asnjë mandat. Pastaj për të folur për çfarë ka ndodhur për diasporën në mënyrë të veçantë tregon Greqia. Pra në vjedhjen që ka ndodhur masive me vota diasporës shkëlqen Greqia. Edhe gjatë numërimit të kutive të Lezhës problemet shtoheshin. KQZ kishte informuar Partinë Demokratike se në 2 kutitë e fundit kishin mbetur vetëm 122 vota për tu numëruar, por më pas rezultuan 671 vota, çka ka sjell debate mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe kreut të KQZ-s Celibashi. Numërimi i votave të diasporës shqiptare në Greqi ekspozoi një krim elektoral të pandodhur më parë në vendin tonë. Siç rezulton nga kutitë e numëruara për çdo qark, votat janë totalisht të manipuluara në shifra mbi 90% nga patronazhistët e Partisë Socialiste me urdhër direkt politik nga kryeministri Edi Rama.